që besoj se me këta filmimi sa do pak e hipën mallin që kanë për familje, për të afërmit e tyne, se kjo gjendje, këto rrethona që jemi sot, i kanë detyrue, i kanë detyrue me shkue, mu shpërndaj jashtë familjes, po besojmë se kjo shpërndarje nuk do të gjatë kështu një kohë gjatë, po shpeti do të komunikojmë kështu për sa për milione për mes filmime, apo letra, apo telefonata, apo kështu drejt për drejt me ta. I përshëndes gjithë që të kjenë shnet, që ma mërmenja edhe besoj se edhe na jemi në prezencën, në mendjen e tyne kështu të përditshme se nuk është letë jetohet jashtë rrethit familjar, po e thash edhe përpara se rrethonat ne kanë imponue. Ju dëshiroj shnet, ju dëshiroj kështu të kalojnë ditë mira. Babai komandant Zahirit përkujton ditët kur te shtëpia e tij policia serbe kishte shkuar për të kërkuar armë. Hypen kerull shumë pjetë poshtë, unë po shdirë në atoni vetën në farlugin e livallit. Kur fiu dikush për masë, thëm, a dhe vesu në të ta, thëm, ku kësujën ata se një vakerin hezë, këjën a ka gjallarë peshën e njëri po vjen me një farë bardë në dorë. Kur erë të hejsingat pëngjë Zahiri, u isha unë në njëje. Erë unë gjedhaja të tukune. Sa qka të thanë? Sa shorë me polipin pushk, edhe nesër më kanë më thanë më shku në stacion në ora që kaqë, më lemru me gjithë me të katërt. Sa po, sa se i njëva. Ku i njëve ti? Sa në rejt ju shta jem konë. Qka? Besën zotin, bollu tuta për milezve që atërëm shumë konë kretë. Ati, ma mërë kemerja mu qunë konë. Një automatik ish posë. Në duar që ato edhe që thash bardhë. Që aty e dita që është të mundu di që ka me po. Tha që zotit tha që nuk tronë. Thash po me mparo që a bate me po. Vëllohaj tha pa i vrasi kisha lëshua. E të vëni, të një tha letë kollet dy eja.